Shumë i nderuar ambasador Malaj, të dashur shqiptar, i nderuar kryetari i Kuvendit Zoti Basha, i nderuar kryeministër Zoti Kurti, të nderuar ambasador, të nderuar mysafir, qytetar të dashur, pjesëtar të mërgatës son, motra dhe vëllezër kudo që jeni. Për atë dheu njepet gjithçka sepse atë dheu është gjithçka. Sot është një ditë që nuk matet me orë e me minuta, por me shekuj. 28 nëntori është dita kur historia jonë merr frymë, kur zemrat tona rrahin njësoj, kur flamuri kuqezi ngrihet si simbol i shenjtë i identitetit, i sakrificës dhe i krenarisë sonë kombëtare. Nëntori është muaji kur historia jonë buqet. Është historia që asnjëherë nuk mund të zhduket e as zbehet, sepse është e gdhendur brez pas brezi. Pikrisht në këtë muaj, me 28 nëntor, ne bashkuam amanetin e brezave në një ditë të vetme, ditën e flamurit, ditën e pavarësisë së Shqipërisë, ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljen e parë publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. 4 ngjarje që krijojnë një simbiozë të shenjtë të shpirtit ton kombëtar. Nëntorët në historinë tonë janë pothuajse gjithmonë muaj i lavdije, një rrjedhë ngjarjesh dhe sakrificash që e bëjnë kombin ton të pavdekshëm. Nëntori i parë në vitin 1443, kur krye heroi ynë Gjergj Kastrioti, ngriti flamurin me shqiponjën 2 krenare mbi kalan e Krujës. Trasoi rrugën e të gjithë nëntorëve të tjerë, duke shndruar këtë muaj të parafundit të vitit në muajin e shqiptarëve, të trimërisë dhe të lirisë. Sot ne përulemi para atyre që e mbajtën gjallë këtë flamur, në luftë, në burgje, në male e në përkohë, dhe ngritën përgjithmonë në mënyrë që të valvitet për herë. Për dekada me radhë ky flamur u ndalua në Kosovë. Shqiptarët u burgosën, u rrahën, u persekutuan e u vranë, vetëm pse e mbanin të varur në përdritare, pse e ngritnin në përshtëpi, apo e mbanin në xhep si amanet. Regjimi Jugoslav e pastaj ai serb donin ta shuanin identitetin ton, por nuk e shuan dot kur askush shpirtin e shqiptarit, sepse ky flamur ishte dhe mbetet testamenti i lirisë sonë. Pavarësia e Shqipërisë u shpall nën këtë flamur, në udhëheqjen e Ismail Qemalit dhe patriotëve që erdhën nga të gjitha trevat shqiptare, edhe nga Kosova, u ngrit zëri e një kombi që kishte vendosur të mos jetonte më në robëri. Nga Hasan Prishtina, Isa Boletini e deri tek qindra patriotë të tjerë kosovar që dhanë gjithçka për lirinë e shtetit shqiptar, Kosova ishte aty, me gjak, me pushk, me mendje dhe me zemër. Në atë ditë të shenjtë të vitit 1912, u skalit Shqipëria e lirë dhe e pavarur, si një e drejtë e patjetërsueshme e popullit shqiptar. Mirë po desh Zoti që me punën, me trimërinë dhe me guximin e pashoq shqiptarve, sot e tutje të marrin fund mjerimet dhe vuajtjet e atë dheu ton, sepse këtu e kështu jemi të lirë, të pavarur dhe më vete, prandaj qeshni e gëzoni. Këto fjalë të plakut të pavarësisë, patriotit Ismail Qemali, janë histori, udhërrëfim dhe zotim. Kjo e drejtë u realizua më vonë edhe në Kosovë, nën këtë flamur të shenjtë, kur ushtria çlirimtare e Kosovës, bijtë dhe bijat më të mirë të këtij vendi u ngritën kundër regjimit gjenocidal serb për ta fituar lirinë. Prandaj 28 nëntori është festë e 4 fishte jona. Është krye festa jonë nga se në këtë ditë, përveç daljes së parë publike të UÇK-s, festojmë edhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, njeriu që nuk i takon vetëm një familjeje, por gjithë kombit këndej e andej drinit. Ai i priu ushtrisë çlirimtare të Kosovës drejt lirisë, nën flamurin kuq e zi, duke shndruar sakrificën e prekazit në pikë kthese të historisë sonë moderne. Adem Jashari ishte jo vetëm prisi i ushtrisë sonë çlirimtare, por edhe kushtrimi më i madh i lirisë sonë.
Dalja e parë publike u UÇK-s ishte një moment historik që i dha zë dhe pamje lirisë së shumë pritur. Në flamurin kuqezi, luftëtarët tanë treguan para botës se vendi ynë nuk dorëzohet kurrë, se populli i Kosovës kishte vendosur të mbrohej dhe të çlirohej nga regjimi gjenocidal. Ky akt guximi shë në i fillimin e një epoke të re në historinë tonë, duke bashkuar zemrat e gjithë shqiptarëve në një kauz të përbashkët për liri dhe pavarësi. Shumë të nderuar të pranishëm, Shqipëria po ecën me hapat sigur drejt etapës së fundit antarësimit Bashkimin Evropian, por në këtë udhëtim nuk është e vetme. Për krah saj janë fuqishëm të gjithë shqiptarët, kudo ku rreh zemra shqiptare, në Prishtinë e Tiranë, në Tetove Gostivar, në Ulqin e Tuz, në Preshev, Medvegj e Bujanoc. Ky është rrugtimi i një kombi të tërë, i bashkuar në ëndër dhe në përpjekje. Është rrugtimi edhe i mërgatës sonë në çdo skaj të botës, e cila në vitet më të rënda e mbajti gjallë emrin, gjuhën, traditën dhe flamurin tonë. Pikrisht ata janë ura e fuqisë sonë, dëshmia se shqiptaria nuk shuhet, por rritet, kultivohet dhe mbahet e gjallë brez pas brezi. Sot më shumë se kur fati ynë është i lidhur bashkarisht. Një Shqipëri më e fuqishme në BE nënkupton një Kosovë më të fuqishme. Një Kosovë e konsoliduar dhe sovrane nënkupton një këmbë më të sigurt, më të respektuar dhe më të zhvilluar. Të dyja vendet tona, të ndara në harta por të bashkuara në zemër, po afrohen çdo ditë më shumë drejt një Evrope ku shqiptarët nuk do të jenë më spektator, por kontribues të barabartë. E ardhmja jonë është integrimin ndërshqiptar si dy shtete në BE, në NATO e në Kombet të Bashkuara, me më shumë ekonomi të përbashkët, kulturë, projekte të përbashkëta, treg dhe vizion të përbashkët. Më shumë Kosovë në Shqipëri dhe më shumë Shqipëri në Kosovë. Ky është drejtimi, ky është misioni, kjo është rruga. Teksa flamuri kuqezi valvitet sot më krenar se kur, rrugtimi ynë i përbashkët na çon drejt një destinacioni që e kemi ëndruar gjatë, drejt Bashkimit Evropian. Kosova dhe Shqipëria ecin krah për krah si dy shtete e një këmbë, dy flamuj shtetëror, por një zemër e vetme shqiptare. Të dy shtetet kemi bërë betejën për liri, për pavarësi e për shtet, ndaj tani bashk po e bëjmë betejën për të bërë pjesë e familjes evropiane, të cilës i takojmë historikisht, gjeografikisht e me identitet. Në zemër të Evropës do të qëndrojmë si dy shtetet lira, të pavarura, sovrane dhe të suksesshme. E ardhmja jonë është e bashkërenduar dhe buron nga dinjiteti që na dha historia dhe me krenarin që na dha sakrifica. Mu ashtu si që këndohet në këngën tonë të zemrës, Gjamadani via via është Kosova, është Shqipëria. Gëzuar ditën e flamurit, gëzuar pavarësinë e Shqipërisë, nder e lavdi e përhershme komandantit legjendar Adem Jashari, Zoti e bekoft Kosovën, Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që janë.